Përshëndetje, sot do të hidhim dritë mbi historinë e vërtetë të mallrave fizike. E kemi fjalën për materialet reale që ndërtojnë botën tonë. E di, ato janë themeli i ekonomisë globale, por shpeshherë mbeten një mister. Prandaj, hajde ta zbërthejmë së bashku këtë botë që në pamje të parë duket kaq komplekse. Tani, kur dëgjojmë fjalën mall, çfarë na vjen ndërmend? Me shumë gjasa, imazhi i parë është ai i tregjeve financiare, Wall Street, spekulime, gjëra të tilla. Por a është vërtet kjo e gjithë historia? E po, le të shohim. Dhe ja këtu gjërat bëhen vërtet interesante, te kontrasti. Në njëra anë kemi idenë e tregtarëve që blejnë e shesin thjesht numra në një ekran, por nga ana tjetër kemi realitetin e prekshëm, naftën që vën në lëvizje makinat, grurin që bën bukën që am dhe metalet që ndërtojnë qytetet tona. E pikërisht këtu, te ky realitet do të përqendrohemi. Mirë, atëherë, çfarë bën diçka një mall fizik? Le të gërmojmë pak më thellë, përtej asaj ides abstrakte financiare, për të kuptuar se çfarë janë në thelb këto materiale kaq thelbësore. Në fakt, përkufizimi është çuditërisht i thjeshtë. Një mall fizik është një produkt bazë i krijuar nga forcat natyrore. Pra, janë lëndë të para që ose nxiren, ose korren, ose kapen direkt nga toka. Mund ta mendoni kështu, janë bloqet ndërtuese, ato më themeloret, të papërpunuara të planetit ton. Okej, por që diçka të quhet mall, duhet plotësoj disa kritere kyçe. Së pari, duhet të transportohet globalisht në sasi të mëdha, pra flasim për vëllime masive. Së dyti, duhet jetë diçka që mund të ruhet. Dhe kjo pjesë është interesante. Mallrat janë të këmbyeshme, por jo plotësisht standarde. Pra një fuqi nafte është si një tjetër, por çdo ngarkesë ka specifikat e veta unike. Dhe mbase më e rëndësishmja, nuk ka rëndësi marka. Çmimi varet vetëm nga cilësia dhe sa i disponueshëm është produkti, asgjë tjetër. Në rregull. Zakonisht, këto mallra i grupojmë në 3 familje të mëdha. Le t'i eksplorojmë me radhë, për të parë se si secila prej tyre formon botën ku jetojmë. E nisim me familjen më të vjetër, atë më themeloren, bujqësinë. Kemi të bëjmë me mallrat që e kanë ushqyer njerëzimin për mijë vjeçar, ato që vijnë direkt nga fermat dhe fushat. Tregtia e organizuar bujqësore i ka rënjë diku aty nga mesi i shekullit të 19, por momenti që me të vërtet ndryshoi gjithçka ishin vitet 70. Ishte koha kur blerjet masive të grurit sovjetik nga Shtetet e Bashkuara e transformuan përgjithmonë tregun global. Dhe për të kuptuar pak për masat, hidhini një syk sa shifre, mbi 1 miliard ton misër në vetëm një vit. Është një sasi thuajse e pa imagjinueshme, por tregon fare qartë vëllimin masiv me të cilin operon tregu global i bujqësisë. Ja, kjo skema na tregon shumë thjesht rrugtimin. Për grurin, për shembull, procesi është relativisht i drejtë për drejtë. Nga ferma, shkon në mulli për të bërë miell dhe më pas te konsumatori, në formën e bukës, makaronave e kështu me radhë. Mirë, kalojmë tani te familja e dytë, ajo që fuqizon botën tonë moderne. Energjia. Mallrat energjetike janë pa egzagerim gjaku i ekonomisë globale. Ato mundsojnë gjithçka, nga transporti te prodhimi industrial. Ky citim e përmbledh në mënyrë perfekte, që nga zbulimi i naftës e deri te revolucioni i gazit argjilor, energjia ka qenë gjithmonë motori i pandalshëm i rrithjes industriale dhe, natyrisht, i globalizimit. Dhe kjo grafikë na jep një tablo shumë të qartë. Shikoni, edhe në vitin 2016, nafta bruto dhe qymyri ishin mbretërit e padiskutueshëm të energjisë. Kjo thjesht thekson varësinë tonë ende shumë të thellë nga këto burime tradicionale. Ndryshe nga gruri, rrugtimi i naftës është pak më kompleks. Ajo nxirret nga pusi, pastaj transportohet në një rafineri. Atje përpunohet në produkte të ndryshme si benzina apo nafta dhe vetëm atëherë shpërndahet te konsumatorët. Dhe kështu arrim te familja e tretë, metalet dhe mineralet. Këto janë materialet që, le të themi, ndërtojnë skeletin e botës moderne, nga rrokaqejet e deri te telefonat inteligjent që mbajmë në duar. Janë themeli fizik i çdo gjëje që prodhohet. Tregtia moderne metaleve i ka rënjët në Britaninë industriale të shekullit të 19. Por, ngjashëm si me mallrat e tjera, ishte ngretja spektakolare industriale e Kinës në shekullin e 21, ajo që ndryshoi lojën rrënjësisht, duke krijuar një kërkesë që s'ishte parë kur më parë.
Dhe ja përsëri për masat janë marramendëse. Mbi 1.6 miliard ton mineral hekuri në një vit të vetëm. Ky është përbërësi kryesor për çelikun, pra metali që ndërton qytetet tona, makinat dhe gjithë infrastrukturën. Për një metal si bakri për shembull, procesi fillon në minier. Minerali nxirret, dërgohet në një shkrirëse ku përpunohet dhe kthehet në metal të rafinuar, dhe më pas përdoret nga konsumatorët në gjithçka, nga elektronika te hidraulika e ndërtimin. Pyetja që lind natyrshëm është si lëvizin këto sasi gjigante materialesh nga një kontinent në tjetrin, dhe si arrin pikërisht atëherë kur duhen. E po, kjo është detyra jashtëzakonisht komplekse e tregtarëve të mallrave fizike. Pika kyçe është kjo. Tregtarët kryejnë 3 transformime thelbësore. Së pari, ata transformojnë hapësirën, duke i transportuar mallrat nga ku prodhohen te ku nevojiten. Së dyti, ata transformojnë kohën, duke i ruajtur ato derisa të vi momenti i duhur për t'u përdorur, dhe së treti, ata transformojnë formën, duke përzier klasa të ndryshme për t'u përmbushur specifikimet e sakta të blerësit. Por, me gjithë këtë lëvizje dhe paqëndrueshmëri, lind një pyetje e madhe. Si menaxhohet rreziku i luhatjes së vazhdueshme të çmimeve? Kjo na çon te një mjet financiar shumë i rëndësishëm, i quajtur kontratat futures. Imagjinoni pak, një fermer që mbjell grur, ose një kompani nafte që shpon një pus. Të dy përballen me muaj të tërë pa sigurie për çmimin që do të marrin në fund për produktin e tyre. Pra, si mund ta mbrojnë veten nga lëvizjet e çmimeve që mund t'i dëmtojnë? Përgjigja është pikërisht kontrata future. Shumë thjesht, kjo është një marrëveshje për të blerë ose shitur një sasi të caktuar malli në një datë të ardhshme, por me një çmim që fiksohet sot. Kjo u lejon prodhuesve dhe tregtarëve të mbrohen nga rreziku i luhatjes së çmimeve. Dhe ja një detaj thelbësor, edhe pse kontrata përmend dorëzimi fizik, ai pothuajse kur nuk ndodh. Qëllimi kryesor është menaxhimi i rrezikut, jo shkëmbimi real i mallit. Prandaj, këto pozicione zakonisht mbyllen financiarisht para se të shkadojnë. Pra, nëse ka një gjë për të mbajtur mend, është kjo. Mallrat janë shumë larg të qenit thjesht numra abstrakt në një ekran. Ato janë baza e larmishme, e prekshme dhe as pak standarde e botës sonë fizike. Çdo ngarkesë është unike dhe menaxhimi i gjithë atij rrugtimi nga tokat e konsumatori është një biznes i jashtëzakonisht kompleks dhe absolutisht thelbësor. Dhe tani, një mendim për ta marrë me vete. Ndaloni për një moment dhe hidhni një sy përreth. Muret e dhomës, rrobat, ushqimi në tryezë, pajisja nga e cila po dëgjohet ky material. Sa mallra themelore mund t'i identifikoni? Besoj se pasi ta bëni këtë ushtim, nuk do ta shihni më kurrë botën në të njëjtën mënyrë.